animator. Bufja! Gecko! Goes into the night so they can save a day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Luna shkon shumë larg. Kristalet e mi të hatashëm me Xixa. Po, kaq të bukur dhe të fuqishëm. Çfarë po bën? Wow! Motsuki! Shiko çfarë më detyrove të bëj. Motsuki teleportohet. Luna nuk e bën dot këtë. Vetëm Motsuki. Paqim. E po tani ku shkove? Në rregull. Kam gjën e duhur për ty, motër e vogël. Fushia e kafasit të kristalit. Ha! Merë këtë moj insekte keqe. Fuqia e teleportimit të Motsukit. Shihemi. Çfarë? Luna nuk e kap dot Motsuki. Motra e vogël më e keqe në botë. Jo, Motsuki-chan. Buhu! Luna kërkon fuqinë e teleportimit të Motsukit, që ta sjell në hën. Ha! Kush dëshiron të jetë në hën nëse ti je këtu? Luna nuk e pëlqen hënën me Motsuki? Jo. Në rregull atëherë. Paqim, Luna. Çfarë? Ndalo! Kjo është e gabuar. Hëna është e imja. Dhe unë duhet të kthehem atje. Por pa fuqinë e teleportimit, si mund ta bëj? Ha? Koha të çlodhemi pas një dite të gjatë në shkollë. Flus hënore me mesazh. Është një vizatim nga Motsuki. Dhe më duket se është në telashe. Sa shumë deshëm të çlodheshim. Heronjt me pizame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Bëu gati që të nisësh bazën, robot me pizame. E po besoj se do shkojmë në hën. Çfarë po bën Luna aty? Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Ju jeni shpresa ime vetme. Çfarë po ndodh, Luna? Po përpiqem të shkoj në hën. Edhe ne atje po shkojmë. Duhet të shpotoj Motsukin. Këtë po bëjmë edhe ne. Pra e dini edhe ju? Çfarë të dim? Fortesa e Lunës ka dalë jashtë kontrollit. Motsuki më teleportoi këtu fiks në kohë. Ajo ka ngecur në një kafaz kristali për gjithmonë. Ne nuk kemi gjithmonë dakord. Por ajo është motra ime vogël. Do të bëja gjithçka për ta shpëtuar atë. Luna, mund të çojmë ne me bazën tonë? Po, do ta shpëtojmë Motsukin së bashku. Shkojmë. Mesazh nga hëna.
të filloj misioni i shpëtimit të Matsukit. Prisni, ne nuk duam që të ngecet e dikush tjetër në një kafaz kristali. Ja çfarë duhet të bëjmë, shok me pijama? Super shiritat e Machokut. La la la, la la la. Heron me pijame. Çfarë kërkoni ju këtu? Edhe përsa më keni rrethuar me shirita? Ne erdhëm për të shpëtuar? Dhe Luna më tha mua të... Oh... Unë nuk e bëra këtë. Akoma mendon se s'mund të kap Motsuki? E po na për ty. Luna! Ti është pike të gjithë këtë. Po, dhe ju e besuat. Asgjë personale, heroj me pijama. Nuk dua të më ndaloni kur të marr disa fuqi teleportimi. Jo! Më vjen keq. Në fakt, s'më vjen fare. Tani, shikoni magnetin tim teleportues. Mund të teleportohem ku të dua. Shikoni këta. Ku shkoj ajo? Wow! Wow! Unë shumë larg! Unë nuk them dot! Magnet goti, thjesht po bëja prova. Këtë herë du të... Wow! Roboti me pijame, na duhet pak ndihmë. Faleminderit që na nxorë nga ai kafazi kristalit. Po, ishte shumë ngusht atje. Hej, Magneti! Por, ku janë vajzat e hënës? Ja ku janë? Çfarë do të bëjmë? Magneti ka fuqinë e vajzës Luna dhe fuqinë e teleportimit të Motsukit. Kjo është fuqi e madhe. Për mustaqet e mia! Çfarë do të bëjmë tani? Nuk ka gjë, thjesht do teleportohemi tek baza. Por, po sikur të shkoj ke... Largo! Gëzojmë që po të takoj këtu. Dhe faleminderit që më solle magnetin. Ej, prit! Shihemi, nuk do doja të isha në vendin tënd. Luna? Ha? Wow! Ndim! Nëse Motsuki merr magnetin, Motsuki i shpëton të gjithë. Unë dua magnet për teleportuar të gjithë në vendi i sigurt. Ups, Motsuki di si ta përdor. Vërtet? Aha, Motsuki i shpëton të gjithë. Djali Machok! Motsuki thot që mund t'i shpëtoj të gjithë nëse i japi magnetin. Në rregull, por si do t'ja marrim ne magnetin? Wow! Fluturimi është shumë i rrezikshëm. Koha që Luna të bëhet një hero? Në rregull, Luna, do duhet të përdorësh fuqinë e magnetit tënd. Tërhiqe asteroidin nga vetja. Cili asteroid? Atë, që ka motrën tënde të vogël sipër? E kuptoj çfarë po bëni, po më mashtroni që ajo të ketë magnetin tim me super fuqi që teleporton. S'ka shanse! Wow! Në rregull, do të bëj çfarë duhet bërë. Super kërcimi Machokut! Shiko, Motsuki shpëton të gjithë. Ku është Motsuki? Shiko çfarë më detyrove të bëj. Përsëri. Luna e keqe, Luna shtrik. Po, a e di, ajo ka të drejtë Luna.
Plani yt na vendosi të gjithëve në rrezik. Duhet të kërkosh falje. Falje? Unë? S'ka shanse. Motsuki e nisi. Më detyroi të kërceja dhe të thyeja kristalin. Ajo është motor e keqe. Luna, motor e keqe. Kush dëshiron të jetë në hënë nëse Motsuki është këtu? Thot ajo. E po, hëna ime, hëna e Motsukit. Pacim, Luna. S'ka më hënë për gjithmonë. Çfarë? Nuk do ta bëje. Motsuki, ti sa po bëj? Po, pacim heronjt me pijame. Motsuki piton. Motsuki mban hënën të gjithën për vete. Luna, a je mirë? Thjesht kërkoj falje. Motra debatojnë, por gjithmonë i zgjidhin debatet. Ndoshta ajo do të pranoj atje lart, si në kohët e mëparshme. Kujt i duhet një motor e vogël? Kujt i duhet hëna? Thjesht do të shkatroj gjëra këtu. Krejt e vetme në qytet, siç kam bërë gjithmonë. Më duket se duhet të presim më shumë të lashe nga Luna. Do të merremi me të. Siç bëjmë gjithmonë, heronj me pijame për tisni ura. Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Marifete bufeje. Maçoku ka shpejtësi të vërtet, Maçoku tani. Pa! Lioneli e ka çuar ngjitjen në një nivel të ri. E gjitha fal fuqisë së kristalit të heronjve. Hej djalë Maçok, Geko. Shikoni çfarë ka mësuar bufes. Mos këndo tani bufe. Fluturo. Lart, poshtë, rrotullohu, zhytu. Krahët e bufes. Pennët magjike. Fantastike! Kështu po, bufe. Edhe sërish. Bufe. Hapra bufe, dëgjo. Lart, poshtë, rrotullohu, zhytu, krahët e bufes. Po prit. Ku shkoj bufja? Bufe? Bufe? Bufe! Bufe! Mos u shqetëso, Amaja, ajo do të kthehet. Ndoshta thjesht donte të bënte punën e saj. Jo, diçka e ka detyruar të zhduket. Dhe unë duhet ta zbuloj se çfarë. Heronj me pijame, Jaku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Gregu bëhet Geko! Connori bëhet Djali Maçok. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Ndonjë shenjë nga bufja e roboti me pijame? Ajo duhet të jetë diku aty jashtë. Le të shkojmë. Ja ku është? Shumë vonë, ajo iku. E gjeta, eja bufe. E humba sërisht. Heronjt e shkret me pijame. Makina ime super duper e hologrameve do t'i mbaj në punë gjithë natën. Ndërkohë që unë mund të vazhdoj me planin tim të ligë brillant. Kafsh për robotin, koha për qafimeve. Hej, nëse do një kafsh, shko dhe vi dhe vet atë. Po, mjeshtër. Tani, çfarë po thoja? Apo!
Në rregull, këtë herë ma lini mua. Ajo është shoqja ime dhe më dëgjon gjithmonë. Bufe, më dëgjo. Bëj atë që të them. Bufe? Mos u shqetëso me Ramon. Mos është një... Hologram. Roboti me pijame, çfarë ka? Ju kapa tani. Kafshë të reja për ti përqafuar, po! Roboti me pijame! A je në rregull? Çfarë ndodhi? E dia, Romeo. Dhe ja ku është, kapsi I kristalit të fuqive të heronjve me pijame. Të drejtat e autorit, trurim gjigant. Do ta thith të gjithë fuqin tënde te kristali të heronjve dhe do ta dërgoj drejt në kontrollin e fabrikës time fluturuese. Pra, nuk është kristali plot, por edhe diçka me përmasa bufi do t'ishte mirë. Mjeshtër, bëra si që më urdhërove ti. Krijesat e tjera të heronjve. Pa! Tani unë mund ta thith të gjithë fuqinë e tyre. Nuk e kam akoma gjithë fuqinë e kristalit, por avash. Jo, mjeshtër, kafshët e mia. Ej, lëshoti kok metali! Hej! Oh! Pas tyre! Jo kaq shpejt, robot. Na I kthe shokët tanë, Romeo. Më fal, truzog. Tani janë shokët e mi. Oh, ashtu? Nëse është shoqja jote, si ka mundësi që më dëgjon akoma mua? Lart, poshtë, rrotullohu, krahët e bufes. Bufe, jam unë. Çfarë po thoje? Oh, Robot fluturues, kapini ato kafsh. Macog! Lionel, mbahu se erdha. bufe! Super shiritat e Macokut. Ej, shoku, do të kthej tek avioni, ku do të jesh I sigurt dhe I mbrojtur. Alarm për të banjohur! Alarm për të banjohur! Lionel! Super muskujt e gekos! Forca, Lionel, le të kthehemi tek avioni I bufes. Oh jo, gabim sistemi! Bufe, të lutem ndalo. Bufe. Kujdes! E kapa, mjeshtër. Bufe, prit! Të kapa tani. Wow! Kjo nuk më duket mirë, mjeshtër. Trajektoria drejt planetit ton. Përplasemi për 50, 49, 48. Mos u shqetëso, thjesht duhet të rindes kompjuterin në dhomën e kontrollit. Tani, ku I kam çelsat? A? Oh. Praktisni ani! Mjeshtër, më prit dhe mua. Bufe! Duhet I marrim bufes çelsat e Romeos. Por cila është bufja e vërtet ama? Unë nuk e di. Wow! Ha! Oh, po
më dridhen vitat. 45, Një hologram tjetër. 44, 43, Oh, jo, sërish. Ndoshta duhet të dalim që këtu? Ta lejojmë këtë gjën që të përplaset tek parku në asnjë mënyrë. Dëgjoni, kjo është bufja që po bën zhurmën e qelçave. Duhet të jetë ajo. Bufe, na duhet ai qelës. Bufe, eja! Oh, po pse nuk më dëgjon? Ndoshta këtë po mendon edhe Bufja. Ha? Ti i thua asaj vazhdimisht çfarë të bëj, por ndoshta Bufja dëshiron që edhe ti ta dëgjosh atë ndonjëherë. Keni të drejtë, ajo është shoqja ime. Edhe diçka tjetër. Do të përflasemi! Mirë, në rregull, është koha të bëhemi heroj. Bufe, më fal që nuk të kam dëgjuar, po jam këtu. Më thuaj diçka, të lutem. A do të këndosh? Sigurisht. Tweet. Tweet. Po funksionon, por mbaroni punë shpejt. Tweet. 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 Përshëndetje Bufe, sa këngë e bukur? Por më dëgjo, na duhet shumë ai Chelsea. Super specia Machokut jemi! përplasemi për 5, 4, Më të rish ti grumbull i madh prej metali, më të rish! Ndim! 3, 2, Super kërcimi Machokut! 1. Përplasja u shmang. Ha? Shpëtua! Ora! Ja dolëm! Fantastike! Shihemi, Romeo. Punë e paqme, Bufe. Pra po të dëgjoj. Më thuaj çfarë dëshiron të bësh ti tani. Mendoj se dëshiron të filloj të trajnoj ty. Po! Heroj me pijame bërtisni ura! Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë!